Shqiptarët në Amerikë janë komuniteti më i bashkuar që ekziston në të gjithë komunitetet e emigrantëve shqiptarëve nëpër botë. Jam shumë dakord me këtë pjesë, por problemi qëndron sepse ne nuk bashkohemi për të përkrahur njëri tjetrin, për ta mbështetur, për ta suportuar. Por ne vërtet bashkohemi, por bashkohemi për të treguar se kush është më lart, për të treguar kush ka më shumë, për të treguar kush di më shumë, për të treguar kush ka ecur më shumë. Është e çuditshme kjo gjë, se si ne bashkohemi në mënyrë kaq egoiste, në mënyrë kaq të pështirë, që dhe kur jemi mbështetës dhe përkrahës, nuk është ndjenje sinqert, se fillojnë furçat e lëpirjet që vetëm një tru i mbret arrin t'i kuptoj të tilla situata.